Konferenca e kryetarëve të Kuvendit të Shqipërisë nuk arriti të gjejë dakordsi mbi dy propozimet e fundit të opozitës. Sipas tyre, kërkoi ngritja e komisioneve hetimore për çështjen e ish agjenti special të FBI-s Charles McGonigal dhe hetimin e përdorimit të administratës shtetërore për qëllime elektorale në zgjedhjet e 11 maj 2025. Megjithatë, shumica socialiste përmes kryetarit të saj të grupit Tauland Balla njoftoi se dy propozimet do të shqyrtohen sërish në seancën plenare të 30 tetorit në një tekst të ripunuar. Sot në konferencën e kryetarëve kam rishprehur qëndrimin dhe dëshirën tonë të pranojmë çdo kërkesë, instrument kontrolli parlamentar, çdo kërkesë që bazohet në rregullat e gjithë pranuara nga ligji dhe vendimet e gjykatës kushtetuese, në fakte dhe grup fakte, jo në thashatheme. Qëndrimi i Partisë Socialiste i mbajtur nga kreu i grupit saj ishte i qartë se ata kishin një mendim ndryshe për një tekst alternativ në raport me tekstin që ka paraqitur Partia Demokratike dhe duke qenë se ja jep kushtetuta këtë drejt, ne do të mbetemi në pritje të tekstit tyre alternativ për të depozituar pranë Kuvendit për të parë ndryshimet që ata propozojnë. Kryetari i Kuvendit Niko Peleshi ka qenë i ashpër dhe ka reaguar ndaj ndërhyrjes së zëvendëskryetarit Kuvendit Agron Gjek Markaj në seancën e së njëjtës në parlament. Gjua që u përdor dje në sallën e Kuvendit ka qenë e dhumtshme dhe e turpshme. Prandaj, përtej çdo caku të pranueshëm dhe kur vjen nga opozita, edhe në kontekstin e opozitarizmit është e papranueshme. Ajo që ndodhi dje nuk mund të fshihet pas finesës suaj letrare. Kam treguar një durim të jashtëzakonshëm dhe nuk jam marr e as do të merrem me sulme personale ndaj askujt. Nëse ju vazhdoni të mbroni atë që ndodhi dje, në fakt po nxisni një klim përplasjesh dhe mosmarrveshjesh që nuk i shërben askujt, as Kuvendit, as qytetarëve, as vetë opozitës. Nga ana tjetër, kryetari i Partisë Demokratike, Agron Gjek Markaj, replikoi ashpër me Niko Peleshin. E përjetoi me shqetësim dhe dhimbje të thellë këtë që po ndodh në parlament dhe fjalën të cilën e keni marrë peng. Ky është një atentat që po i bëni kësaj shoqërie. Kuvendi është pronë e saj. Ju po përpiqeni të depersonalizoni opozitën, por në fakt po depersonalizoni vetveten. Ju nuk e kuptoni në këtë turra vrap se duke zvogluar lirinë dhe hapësirën e opozitës, keni ngushtuar liritë e hapësirat tuaja jetike, politike e njerëzore. Debati mes shumicës dhe opozitës reflekton tension të vazhdueshëm në Kuvend në mënyrën e ushtrimit të kontrollit parlamentar dhe transparencën ndaj institucioneve qeverisëse, duke paralajmëruar se seanca e 30 tetorit do të jetë vendimtare për vijimin e shqyrtimit të këtyre dy propozimeve.